Përplasja mes Benitës dhe Albës nuk ishte thjesht një sherr. Ishte një moment ku fjalët u përdorën për të ulur, për të kontrolluar, për të përcaktuar vlerën e tjetrit. Dhe në Big Brother Kosova, ku çdo fjalë transmetohet, këto momente nuk mbeten personale, ato bëhen kolektive. Benita foli me një ton që nuk kërkonte debat. Ajo kërkonte dominim. Ti, Alba, me bën mua sikur diçka je, i tha. Dhe pastaj fjalia që është ndëroi konfliktin në akt gjykimi. Ti ndëron me shkujt si me ndëru këpucët. Kjo nuk ishte kritik e një sjelljeje të vetme. Ishte etiket. Dhe etiketat janë armët më të rrezikshme në një ambient ku imazhi është gjithçka. Sepse një etiket nuk të sulmon për atë që bën, por për atë që supozohet se je. Eseja e këtij momenti nuk është vetëm për Albën. Është për mënyrën se si gratë gjykohen më ashpër për zgjedhjet emocionale se sa burrat. Në Big Brother, një burr që ndëron afrime quhet strateg. Një grua që bën të njëjtën gjë quhet e paqëndrueshme. Ky standard i dy fish nuk u shpik në shtëpi, ai u soll nga jashtë. Alba e mori fjalin si goditje, jo sepse ishte e papërgatitur për konflikt, por sepse e dinte peshën që ajo fjali do të kishte jashtë. Ajo nuk po mbrohej vetëm nga Benita, po mbrohej nga publiku që gjykon shpejt, që nuk sheh procesin emocional. Por vetëm përfundimin, Benita, nga ana tjetër, nuk foli nga vakumi. Fjalët e saj ishin të mbushura me frustrim, xhelozi, ndoshta edhe ndjenjë konkurrence. Por frustrimi nuk e justifikon gjuhën. Dhe gjuha që ul tjetrin për zgjedhjet e tij intime nuk është thjesht personale, është politike. Sepse përsërit një narrativ të vjetër, që vlera e një gruaje matet me qëndrueshmërinë e saj ndaj burrave. Eseja na fton të ndalemi të pyetja, pse është kaq e lehtë të përdoret seksualiteti i një gruaje si argument kundër saj? Pse ndryshimi i ndjenjave interpretohet si mungesë morali, e jo si proces njerëzor? Alba nuk e mohoi që kishte ndryshuar qëndrime. Por ajo e refuzoi interpretimin. Sepse të ndryshosh mendje nuk është mëkat. Të ndjesh ndryshe me kalimin e kohës nuk është tradhti ndaj vetes. Përkundrazi, është shenjë e vetdijes emocionale. Big Brother Kosova i bën këto dinamika më të dukshme, sepse i përshpejton. Aty ku jashtë një marrëdhënie do të zhvillohej në muaj, brenda ndodh në ditë. Dhe kjo shpejtësi shpesh përdoret kundër grave, si provë e paqëndrueshmërisë, ndërsa për burrat shihet si eksperiencë. Benita, duke folur kështu, nuk po e godiste vetëm Albën. Ajo po forconte një narrativ që në fund dëmton të gjitha gratë në shtëpi. Sepse sot është Alba që etiketohet, nesër mund të jetë dikush tjetër. Dhe publiku mëson nga ajo që tolerohet, përplasja nuk u zgjidh. Nuk pati kërkim faljeje të menjëhershme. Sepse fjalë të tilla nuk shlyhen me një më fal. Ato mbeten. Dhe mbeten jo vetëm te ai që i merr, por edhe te ai që i thot. Eseja nuk e shpall Albën të përsosur. Askush nuk është. Por ajo mbron të drejtën për të mos u reduktuar në etiketa. Për të mos u përkufizuar nga numri apo lloji i afrimeve. Për të qenë më shumë se një fjali e hedhur në nerva. Në fund, kjo përplasje na kujton se Big Brother nuk është vetëm lojë strategjie, por arenë ku përballen mendësi. Dhe mendësia që gjykon gratë për zgjedhjet e tyre emocionale është ende e fortë. Ende e zëshme, ende e gatshme të përdor fjalë si thika, por çdo herë që këto fjalë sfidohen, çdo herë që dikush refuzon të ul kokën, hapet një çarje e vogël në atë narrativ. Dhe ndoshta, pikërisht aty, fillon ndryshimi, sepse një grua nuk është këpucë për të ndëruar. Dhe as ndjenja nuk janë krim për të gjykuar.